të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, Zoti i Madhërisëm e ka nderuar njeriu. Ja ka dëshiruar më të mirën të mundshme. E ka pajisur me virtyte e vlera të mëdha. Andaj njeriu gjatë tërë jetës së tij në jetën e kësaj bote duhet bën përpjekje maksimale që t'i shfrytëzon dhuntitë e Zotit të Madhërisëm dhe t'i qëndron besnik udhëzimeve të Zotit të Madhërisëm në mënyrë që t'i arrijë qëllimet më të mira të jetës. Jeta e kësaj bote funksionon mbi parimet dhe rregullat të cilat i ka përcaktuar Zoti i Madhërisëm, e sukseset në jetën e kësaj bote vijnë padyshim për ata të cilët i respektojnë vendimet dhe rregullat e Zotit të Madhërisëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ta përmendi një rregull prej rregullave të kësaj jete, sepse secili prej nesh është interesuar me arrit qëllimet më të mira të jetës dhe me dalë për kësaj bote fitimtar. E për të arritur qëllimet e kësaj jete, padyshim se duhet të respektohen rregullat të cilat i ka përcaktuar Zoti i Madhërisëm. E për rregullave të suksesit është me i marrë parasysh shkaqet apo sebepet që thot populli. Çka nënkupton me i marrë parasysh shkaqet? Vëllezër të dashur, feja islame na ka sqaruar në detaj për çdo etapë në për cilën kalon njeri në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye na ka mësuar që për me qenë i suksesshëm këtë jetë, duhet me i marrë parasysh shkaqet, sebepet për çështjen e fjalë. E pastaj me ju mbështet Zotit të Madhërisëm. Çka nënkupton kjo me i marrë shkaqet e pastaj me ju mbështet Zotit të Madhërisëm? Për shembull, nëse dojna me arrit dituri, prej shkaqeve është, prej sebepeve që çojnë deri te dia, është me trokitna për dyert shkollës. Sepse s'mundesh me arrit dije nëse ti nuk shkon në për procese shkollës. Ti dush me i marrë shkaqet. Nëse do me arrit qëllimet e mira në jetën e bote në punë, duhet me i marrë parasysh, mi pas parasysh shkaqet. Përgatitjen profesionale, vullnetin, anën fizike, materialin, e pastaj mi bën këto këtë me një vend dhe me thonë, o Zoti i Madhërisëm, tash te kërkojmë mbështetjen tënde dhe furnizimin tanë. Vëllezër të dashur, shumë herë njerëzit në këtë dunja gabojnë në shumë çështje, por është interesant që shumë herë e fajsojnë edhe Zotin e Madhërisëm për dështimet që i ka njeri në këtë dunja. E sidomos në kohën tonë bashkohore, ku një pjesë e madhe muslimanëve me një farë forme edhe Zotin e fajsojnë, tu ja lanë fajin Zotit për shumë sene që po kanë dashur me i kry njeriu. Zoti i Madhërisëm të ka nderu si njeri, të ka dhënë mendje, të ka dhënë fizik, të ka dhënë mençuri, dhe ka dhënë shfrytëzoj tash këto të mira që ti kam dhënë, duke u mbështetur në Zotin e Madhërisëm. Ama jo tu i lanë anësh shkaqet e pasaj me kërku mbështetjen e Zotin e Madhërisëm. A di ç'i për ngjan kjo punë? Zoti i Madhërisëm e ka kriju detin e përgjithësi, dhe i ka dhënë urdhër detit që me sharru gjithçka mbi korrizën e tij. Për ashtim anijat. Allahu ka thonë në Kur'an, unë i kam dhënë urdhër detit, e ai e ma anijen me qindra mia tonelata ran. A e dini vëllezër që po mos t'i jep urdhër Allahu detit, shëndron anija mbi ujë. Që një argument thjesht, një njeri 100 kg, nëse s'di me notu dhe bjen deti, a fundosët? Fundosët. E pse anija me 200.000 ton nuk fundosët? Pse? Dhe kjo tem në veti. Allahu po thot në Kur'an,
Dhe për argumenteve se unë e sundoj këtë botë, i kam dhënë urdhër detit dhe Yamanien. Deri ti thamë një ditë s'ka ma mbi korrizë të ujit me qëndru as një krijesë. Edhe përfundojnë aty ku s'ja dëshiroj mes kujt. Pra Zoti ka kriju ujë me fundos. Çdo sen. Edhe ka thonë njerit kështu, apo do me ula në deti? Po, ama dush me nëtu. Dush me mësu me nëtu. Sepse nëse gjuhësh në deti edhe s'di me nëtu, konsiderohesh që ke myt veten. Pra se ke marrë shkakin, si ke respektu ligjet. Zjarmi është kriju me gjeg. A ka mundësi mës me gjeg njerë zjarmi? Ka mundësi. Kur t'je urdhër Allahu, ama i ka thonë e kam kriju me gjeg. Mos këcen në zjarmi me thonë, a i se Allah i mbron. Se kjo me sfidu besimin. Dhe transmitohet një rast vëzër, ka një njëri të Isa a.s. E i ka thonë, o Isa, thota e ka kriju Zoti gjithë shka, edhe jetën e vdekjen, thot po Isa e ka kriju edhe jetën e vdekjen. Thot e shka thuti me hypën e thot një farë pëmë e naltë në atë ko, e thot me kësy prej atjet. Ama ka shru Zoti thot mu e me kësy, me jetua më smetu. A di shka e thot Isa a.s. Se pejgamberi Allahu dhe Zeugjel e ka folë me teori cakta. E mërë njëri ka thonë, Allahu e sprovon njërin, ama njëri së ne bjenë sprov Zotin. Allahu të sprovon ty, ama ti së ne bja Allahu në sprov. Nuk është punë e jotja me hyptin 50 katë, edhe me thonë, ta provoj shaka shku Zoti për mu. Ajtë ka thonë mendje murujt për i saj. Sepse një ditë prej ditëve, edhe kur të ruhësh prej krejt elementeve dunjas, e dini që askush se nalë kaderin e Zotit Madhrishëm? E dini që askush se nalë kaderin e Zotit Madhrishëm? Po derin kader, njeri u banë përgjësi me i marë shkachet. Vëllezër të dashur, rinjë ndëruar, nëse ne duam të jetojmë dinitetshëm këtë dunja, ne do t'i marrë mi përsi për shkachet. Aja që nëmë ka besu neve në do të bekryjat e manet, si njerës. E pasaj në mbi kontributin tonë është vullneti i Zotit, të madhrishëm dhe e më shefta që Allah e ka kriju për neve. Dhe një shemë më shumë t'jeshtë vëzër. Keni pa në mëngjes, në pjesën e 2 të sabahit, kush e falë sabahin edhe do me ba test, e she. Në pjesën e 2. Qysh një numër i madh i krijesave e kuptojnë se erdhë mëngjesi. Bile në Angli vëllezër kanë bërë test me knusin. E kanë shtimin një dhomë pa dritë hiç. Hiç. Edhe kanë lënë mrena me ngjizu. Sa herë ka ardhur mëngjesi sabahi ka knu. Kush e mësoj me knun kohë sabahit ata? Kush i kallëzoj se 24 orë kalun dhe ka ardhur është momenti i mëngjesit? Allahu dha alladhi khalaqa fahada. Unë kam kriju dhe kam dhënë dijen se cilit mbas nevojës. Por ata ka thënë pejgamberi sa kur e falni sabahin, ka thënë kur të nojnë knojësit. Derisa u shpik ora, muslimant janë qunë sabah me knus. Edhe sot teston edhe shifni. Në syfyr, ku janë koha Ramazanit, vallahi kam bërë test personal. Vallahi, me telefon, a e di që për 5 dit ja ka huq vetëm 20 sekunda. Telefonin për balë, edhe tash a kënon kënu si sa dhe nuk nënë. Në 100 sekundit, kohën, kur Allahu Gjelle wa Ala e ka mësu, mi kalëzu, se për ka arë mëngjesi. Mësë gjanomi prej temës, dalë ku do shtë me dalë. Allahu në mëngjes i ka dhonë instinkt, dije,
shpendve, edhe e kuptojnë se po vjen dita re dhe na faka re. Po ky far shpendi do të me lut një rol. Cilin rol? Do të me dal prej kafazit. Do të me dal prej foles. Edhe Allahu tha e keni pata shpend, dalin mëngjes të uritura, kthehen të ngopura në shtëpi. E njëri për djetarëve të mëdhaj tha, çudi tha me njerin. Tha shpendi i ka tha 0.2 gram trun. Njeriu i ka 2 kg trun. Ky tha del mëngjes e lyp rriskin, ky flen. Edhe pasaj dhe Zoti ka fajtina. Pse po tham kështu vëllezër? Rinjë ndërun. Ato detyra që ti ka caktu Zoti madhrishëm. Wallahi, dush me i kry, sepse s'ki ku me shku, s'ki rudale tjetër. Leje që s'kimi arrit qëllimet e së jete, po kemi më kanë peng e botës tjetër. Prandaj çka në dorë tonë si njerëz vëllezër, ne do të me kry. A di që është kjo puna studentat kur shkojsh me në provim, e testojsh me këtë farë kaderin. Që të testojsh me kaderin? Njëri të ke shallam një mënë Zoti. Po janë kanë një mi faqe liber, a i ke shfletua, do heq. Po kanë dash mi shfletu ka pak ato me. E pasaj me thanë mu ullë në tavolinë dhe në Zot. Ka që kam potencial unë, shka mujta me babana. Ama ti tash më jep dritën e gjelbërt për sukses e jetës. Dhe po e përfundoj dhe se ku a shkoj me 2 ngjarje shkurtra. Një në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ka njëri me i kallëzu pejgamberit ders. Me i kallëzu shkon kaderi pejgamberit Allahut azza wa jall. Edhe vjen ai me devën e i thot: "O Muhammed, thot ata lidhi devën apo ta lën dorë Zotit?" A di çfarë pejgamberi sa? Tha lidhe tani lejen dorë Zotit. Se kjo i ka do ligje për te logikës tane. Që ti se mërresh. Tha lidhe, pas ta e lëmë dorë Zotit, s'ka problem. Hajde ti lidhni shumë çështje në jetës përditshme, pas ta në mbështet me Zotin madhrishëm. Dhe rasti më interesant, se Allahu do më të vunë lëvizje, vëllezër është rasti Meriemës alayhis salam, nanës së Isait alayhis salam. Edhe në rrethana të lindjes, në ato vështërsitë e mëdha, siç e shpjegon shkenca, Zoti madhreshëm i thot Meriemës: "Wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhlati." Thot dhe oj Merieme, kape thot trupin e hurmës edhe shkune, mshoj. Tha s'kam forcë o Zot, hurmja e madhe, qysh e shkun ju në këdhimbje. Allah e thot ti bane punën tane, e pastaj unë jam ai cili ti qes hurmët në tokë, ama ti dësh me shkun hurmën. A s'ka mundësi Zoti madhreshëm më të shyrë ata, po që s'ka mundësi mëre. Nëse kontestojmë këtë çështje, po pse se banë Allahu, sepse ka kriju ligje. Dhe ty të ka nderuar, të ka dhënë mendje, dije. Dhe ti dush me ecë përmes projektit të Zotit të madhreshëm. Vëllezër, tu pe përfundoj këtë ders. Dhe para se me mbyll përfundimisht, dëshiroj një apel të shkurtër të gjithë populli unë i dashur. Siç e dini të dashur vëllezër që në diellën, këtë diellë që vjen pas 2 ditë, janë zgjedhjet në komunale në Republikën e Kosovës. Mas pari duhet me qenë krenar që jemi në vendin tonë, shtetin tonë, në tokën tonë. Dhe të gjitha ata të cilët garojnë në përpartitë të ndryshme janë vëllezër dhe motra të këtij populli. Të mos kemi urrëtie mes njëri tjetrit. Të mos bëjmë zgjedhje që shkan bën të kaluarën me zgjedh cili është më pak i dëmshëm. Jo, na duhet me zgjedh cili është më i suksesshëm.
për i më të mirëve më të mirin. Sepse ka boll ky popull kuadra, e ne po vendosmi përmes votës tonë, po dole me delegu fatin tonë në asambletë ndryshme të qyteteve, punën dhe talmën tonë. Apelja më është ky, respekt për secilin, pa tendenca, pa nënshmime, pa urrëtie, sepse diella kalon dhe hanja vjen, na do të kthehemi në jetën normale. Do të jetojmë si njerëz me dignitet, pa pas nevojë të përçahemi, të krijojmë kriza, të krijojmë barikada. Mendon se është idenë me ta përcjell zonin tanë atje, votohe. Mendon që s'është idenë, por më të përfarsu ty atje, se voton edhe kaq. Por jo të kemi si ngarkesat mëdha, sepse me të vërtet është vështërsu jeta familjare dhe një pi faktorëve është faktori politik. Të gjana kalojnë dhe me lejen e Zotit Madhërisëm ne do ta gjejmë përsëri rrugën e duhur, po bën të zgjedhën në vendin tonë, po bën fjalë për fatin tonë, fatin e fëmijëve tonë, po bën fjalë për shtëpinë tonë, ne s'po flasim për tjerë, për shtëpitë tona, e të jemi të ndërgjegjshëm, të sjellshëm dhe dhash Zoti Madhërisëm që këtij populli t'i sjell, t'i jep lider të dinjitetshëm që na prinë në proceset mëdha të jetës. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.